Ky që shihni në pamje është Jeton Dani, që dhunon drejtuesin e Forumit Rinor të Partisë Demokratike, dhunë të së cilës nuk i shpëtoi edhe kreu i Partisë Demokratike Bulqiz. Policia dhe prokuroria e këtij qarku nxitoi të akuzonte deputetin Xhelal Mziu dhe mbështetës të opozitës se agallarëve të Dibrës ju kërkuan që të mos intimidojnë qytetarët. Jeton Dani është babai i Murat Danit, i cili kërkon një mandat deputeti në siglën e Partisë Socialiste. Ndërsa sot kërkon një mandat deputeti për të birin, Jeton Dani është një personazh i njohur në këtë qark, sidomos në Bulqiz, pasi së bashku me ish-kryebashkiakët Lefter Alla, Myfit Dyriçi dhe disa shtetës të tjerë janë apo kanë qenë aksionerë të një rrjeti të madh kompanish, të cilat shfrytëzojnë pasurinë e nën tokës në qarkun Dibër. Sipas të dhënave në QKB, Jeton Dani fillon aktivitetin e tij tregtar në vitin 2005, kur blen 50% të aksioneve të kompanisë Gerti SHPK nga shtetasi Shai Përlica, një kompani që operon në sektorin e nxjerrjes së kromit. Shai Përlica është kunati i shtetasit Myfit Dyriçi, ish-kryebashkiaku të Bulqizës, e kandidatit socialist për deputet në zgjedhjet e vitit 2017, që u bë virale së kohe për shkak të ndërrimit të emrit 3 herë brenda një kohe të shkurtër. Deri në vitin 2011, kjo kompani deklaron një aktivitet normal tregtar e me një fitim prej 6.4 milion lekësh. Në shtator 2011, kjo kompani pezullon aktivitetin dhe e riaktivizon atë në prill të vitit 2016, kohë kur Rilindja kishte ardhur në pushtet. Personi autorizuar për të depozituar dokumentacionin në QKB dhe pagesën në bank është shtetasi Ilir Sadik Alla. Nga investigimi ynë rezulton se Ilir Sadik Alla është pronari 2 kompanive të tjera që merren me nxjerrjen e kromit. Në shkurt të vitit 2016, Ilir Alla themelon kompaninë Wardrin SHPK dhe në vitin 2018 themelon kompaninë Ken Shell, po me aktivitet shfrytëzimin e pasurisë së Dibrës, kromin. Do të flasim më pas për arsyeën e krijimit të këtyre kompanive dhe kësaj skeme, por më parë do të ndalemi në aktivitetin e Jeton Danit. Në vitin 2016, Jeton Dani aktivizon kompaninë Gerti SHPK dhe në muajin maj të këtij viti, Shaip Përlica, kunati i Myfit Dyriçit, i dhuron 50% të aksioneve Jeton Danit. Në nëntor 2016, Jeton Danit i dhuron edhe 66% të aksioneve të një tjetër kompanie, Erlid SHPK. Pra, Jeton Dani, sipas të dhënave zyrtare, rezulton agaj që biznesmenët e kromit në Bulqiz apo personazhet e kësaj zone i dhurojnë pasuri dhe biznese. A janë këto dhurime reale apo pas tyre fshihet diçka tjetër, mbetet për të parë. Ndërsa Ministri i Infrastrukturës asaj kohe Damian Gjiknuri përgatiste tërmetin elektoral dhe dosjen 184, agallarët me dhurime, tendera dhe licence mineralesh nisën epokën e artë të pasurimit e në të njëjtën kohë shfaqen edhe ambicjet politike. Bom, se s'pa besim kjo. Tërmet, ti ishte baba dhe poshe dhe të zi. I madh. Tërmeti i Damian Gjiknurit dhe tërmeti financiar i pashallarëve të rinj të Dibrës jo rastësisht përkojnë në të njëjtën kohë. Në tetor 2017, kompania Gerti SHPK e Jeton Danit regjistron disa adresa sekondare. Ura e Kacës, Mulliri Selitës, sipas lejes minerare numër 1532, datë 12 i pari 2011. Durrës, shesh depozitimit tek terminali lindor Porti Durrës. Uzina e ferrokromit Elbasan. Këto adresa lidhen pikërisht me rilindjen sipërmarrëse të Jeton Danit, fal ministrit të dosjes 184, Damian Gjiknuri, që me dhurime dhe përvetësime kishte arritur të vinte në dispozicion të pasurimit të tij, pasurinë e nën tokës së këtij qarku. Kompania e Jeton Danit tashmë mori në dispozicion dhe aktivizoi një leje minerale e miratuar në vitin 2011 për subjekt tregtar Selita B3 SHPK me aksioner sot shtetasit Përparim Kolaveri e më parë shtetasin Arben Çela, i cili është pronari i kompanisë Udha SHPK. Përparim Kolaveri rezulton pronari Selita B3 dhe punëtor krau në kompaninë Udha, pra një prestanomej i Arben Çelës. Në vitin 2017, me firmë të Damian Gjiknurit, leja minerare i transferohet kompanisë së Jeton Danit. Pas marrjes në zotrim të nën tokës, Jeton Dani shton ambicjen edhe nga uji dhe lumend, duke u bekuar nga Damian Gjiknuri edhe me hidrocentrale në kurriz të pasurive të qytetarëve dibran. Në dhjetor 2018, kompania e Danit shton edhe një tjetër adresë dytësore, vend burimi Mulliri i Kaconit, njësi administrative Lur. Edhe një vit më pas, në dhjetor 2019, shtohen edhe 3 adresa të tjera dytësore: Librazhd, ndërtimi burimit gjenerues energjisë hidrocentrali Vardar, në projën e Vardarit dhe Valit në Librazhd. Gjithashtu,
ndërtimi i burimit gjenerues hidrocentral Polemi, proj Neshtës Bulqiz, si dhe zona minerare 516, objekt Kromi. Nga sa më sipër kuptohet se kompania që merret me krom e jeton Danit, përveç shtimit të një tjetër leje shfrytëzimi kromi, tashmë do të ndërtojë edhe 2 hidrocentrale. Nga investigimi, rezulton se këto 2 kontrata koncesionare fillimisht janë dhënë me firmën e Damian Gjiknurit kompanisë Drini Bulqiz SHPK, në pronësi të shtetasve Ilir dhe Bajram Cami. Drini Bulqiz është një tjetër kompani kromi e cila majmet edhe më shumë nga Damian Gjiknuri pas tërmetit në zgjedhjet e vjedhura të vitit 2016. Por, këto 2 koncesione nuk mbeten te kompania Drini Bulqiz. Sipas të dhënave të QKB, ndërtimi i këtyre 2 objekteve regjistrohet si adresë dytësore vetëm në kompaninë e jeton Danit, Gerti SHPK, dhe nuk hapet asnjë adresë dytësore nga kompania e cila ka firmosur kontratën koncesionare në datën 24 janar 2018. Më pas, sipas vendimeve të ERE nr. 32 datë 27/3/24, rezulton se Hec Polemi është në pronësi të kompanisë Drini Bulqiz, ndërsa po sipas vendimit të ERE nr. 284 datë 25/9/23, Hec Vardari ka kaluar në pronësi kompanisë Gerti SHPK sipas kontratës për shitblerjen e kuotave, miratuar nga Belinda Balluku në 24 dhjetor 2020. Por jo vetëm kaq. Sërish me firmë të Damian Gjiknurit, jeton Danit jepet një tjetër kontratë koncesionare për hidrocentral në vitin 2017. E për këtë, në vitin 2021, jeton Dani regjistron një tjetër adresë dytësore. Ndërtimi i burimit të ri gjenerues të energjisë hidrocentralit Mireshi në projën e Mireshit Dege Drin të Zi, Bashkia Bulqiz. Këtu konstatohet një tjetër shkelje, pasi punimet ndërtimore kanë filluar në vitin 2021, 4 vite më vonë se miratimi i lejes së ndërtimit, edhe pse kontrata koncesionare kanë afatet përcaktuara qartë. Por, shkeljet ligjore për pashallarët e rilindas të Dibrës nuk janë problem. Në shkurt 24, jeton Dani përvetson edhe një tjetër leje për shfrytëzimin e kromit, zona minerare 584 fraksion 3, Strikçan, Zerçan, në Bulqiz. Dyshime të mëdha ngrihen edhe nga financimi i kësaj kompanie. Në bilancin e vitit të 23 rezulton se aksioneri jeton Dani ka financuar kompaninë në vlerën 166 milion ose 1.6 milion euro. Burimi i këtij financimi është i panjohur për sa kohë kompania Gerti SHPK nuk ka shpërndar asnjëherë dividend. Ajo që bie në sy te Gerti SHPK është fakti se gjatë pushtetit rilindas, kompania ka shumë fishuar faturimet dhe fitimin. Pas tokës, ujit, edhe jeton Dani nuk mund t'i shpëton të trendit dhe skemave të Belinda Ballukut me parqet fotovoltaike. Në nëntor 23 themelohet kompania Dani Energy 23. Kjo kompani ka kërkuar të marrë me qira 40 hektar në fshatin Okshatin, Shupenc, për të ndërtuar një park fotovoltaik 40 MW. Bashkia Bulqiz në shkeljet e procedurës tentoi të kalonte vendimin për dhënie toke me qira, por u bllokua nga këshilltarët bashkiak të opozitës, të cilët konstatuan falsifikimin e dokumentacionit, pasi dëgjesa me banorët kishte ndodhur disa ditë më parë se kompania të depozitonte kërkesën në Bashkinë Bulqiz. Skemat dhe rrjeta e Merimangës së thurur nga Erion Veliaj me 5D dhe Belinda Balluku me 5B për thithjen e miliarda eurove tendera në Dibër, pashallarët rilindas e kishin thurur për të zaptuar pasurinë nën tokës. Lefter Alla, sipas të dhënave të bëra publike nga vetë ai, ka mbajtur detyrën e kryetarit të Partisë Socialiste në Bulqiz për t'u katapultuar më pas në krye të bashkisë nga e cila doli me pranga. Siç e thamë dhe më sipër, gjatë investigimit të kompanisë Gerti SHPK të jeton Danit, shtetasi i cili pagoi dhe depozitoi dokumentacionin në QKB për riaktivizimin e kësaj kompanie është Ilir Alla, vëllai i Lefter Allës. Sipas QKB, vetë vëllezërit Alla zotrojnë disa kompani, të gjitha në zotrim të lejeve minerare për shfrytëzimin e kromit. Subjekti Uar Drin SHPK, themeluar vetëm 2 muaj përpara aktivizimit të Gerti SHPK në shkurt të vitit 2016. Ken Shell, themeluar në 2018 nga Ilir Alla dhe Erviz Beshiri, ky i fundit do të largojë nga kjo kompani në qershor 24. Akileo 08 e themeluar nga Spartak Shahinaj dhe Ilir Hoxha. Kjo kompani, pasi ndryshon disa herë ortakët, në qershor të vitit të 2016 pezullon aktivitetin. Në janar 2018, ortaku i momentit i kësaj kompanie, Veli Meçaj, i dhuron aksionet shtetasit Vanglel Alla. E njëkohësisht, kompania kalon nga status pasiv në aktiv. Vangleli është vëllai tjetër i ish kryebashkiakut Lefter Alla. Në vitin 22, Vangleli ja kalon aksionet motrës së tij, Sanie Paci, për t'ia rrimarrë në vitin 2023. Por, kompania më e hershme e familjes Alla rezulton të jetë Alb Lea International SHPK.
e themeluar në vitin 99 nga zonja Etleva Hajdari, bashkëshortja e Lefterallës. Në vitin 2000 në këtë kompani bëhet ortak me 50% edhe Lefteri. Në vitin 2001, Lefteralla bëhet aksioner me 100% të kuotave. Në vitin 2014, kapitali rritet dhe nga 100.000 bëhet 104 milion. Në dhjetor 2014, me një akt të madh zemërgjerësie, Lefteri i dhuron 49% të aksioneve shtetasit Jeton Dani. E po flasim për një kompani që në vitin 2013-2014 kishte gjeneruar vetëm fitime 1.2 milion euro. Në korrik 2019, pasi u emërua kryetar bashkie, ia dhuron 51% të aksioneve të mbetura bashkëshortes, Etleva Alla. Në deklaratën e pasurisë përpara fillimit të detyrës, Lefteralla deklaron në ILDKPI disa apartamente në Tiranë dhe Kavaj, disa mijëra metra katror troje dhe të gjitha këto me të ardhurat nga biznesi dhe emigracioni. Por, ajo që bie në sy është një tjetër deklarim i Lefterallës, ku thotë se në maj të vitit 2019, kompania Alblea SHPK ka shpërndar dividend në vlerën e 153 milionëve. Të gjitha këto para për Lefterallën të mbledhura që nga krijimi i saj. Por, nga këto të ardhura, 148 milion ende nuk ja ka likuiduar. Dyshimet ngrihen edhe më shumë kur në dhjetor 2020 Etleva Alla dhe Jeton Dani ja dhurojnë aksionet që vlen miliona e miliona euro një individi, Arben Zhuku. Në deklarimet e pagave të marsit 2021 rezulton se zonja Alla është në listë pagesat e kompanisë Alblea e mbi të gjitha është punojësja më e paguar duke ja kaluar edhe pronarit në letra Arben Zhuku. Këto janë vetëm disa nga kompanitë që kanë licenca kromi, hidrocentralesh, fotovoltaik të pashallarëve të Dibrës. Por, a do të arrijë që pasuria e qarkut të Dibrës, nën toka, ujë, madje edhe ajri të përvetësoheshin nga një rrjet individesh pa lidhje në pushtetit? Të dhënat tregojnë se jo, madje ka qenë qeveria e Edi Ramës që me firmë të ministrave, pasurinë e Dibramve, ua ka falur një grupi njerëzish të cilët më pas, në çdo palëzgjedhje, shfaqen rrugëve të çdo qyteti e çdo fshati për të shpenzuar milionat e zhvatura. Hey, hey.